Sot në gjykatën e Tiranës është zhvilluar një seancë gjyqësore mes Erion Veliajt dhe një biznesmeni italian të quajtur Gabriele Tarroni Longinoti. Velaj e ka paditur në gjykatë qytetarin italian, pasi 2 vjet më parë ai ishte përdorur nga televizioni i familjes Berisha për të bërë deklarata kundrejt pagesave të premtuara ndaj tij, duke ilustruar skenar të gatshëm për t'i recituar. Këtë e ka bërë 2 herë, një herë tek emisioni Piranjat dhe një herë për një gazetar të Syrit që e ka intervistuar në Dubai. Sot para gjykatës, qytetari italian ka depozituar një deklaratë notariale ku jo vetëm pohon se nuk e ka takuar kur Veliajin, por gjithashtu pranon se të gjitha deklarata i ka bërë kundrejt premtimeve për pagesë nga televizioni Syri TV i Shkëlzen Berishës. Pra, kemi procesin e parë gjyqësor në Tiranë që provon fabrikimin e provave kundër Veliajit. Koha e transmetimit përkon me kohën kur ishte bërë dhe denoncimi anonim ndaj tij në gjykatë. Deklarata e tij para gjykatës thotë: Unë, Gabriele Tarroni Longinoti, në vitin 2023 kam dhënë 2 intervista për gazetarët e programit Piranjat të transmetuara nga televizioni Syri TV në Shqipëri dhe të publikuara gjithashtu në faqen e internetit të Syri TV dhe në kanalin e tyre në YouTube. Në lidhje me të gjitha deklaratat e mia për zotin Erion Veliaj në këto 2 intervista, si dhe për deklarata që nuk i kam dhënë asnjëherë gazetarëve apo publikut, por që më pas janë transmetuar nga i njëjti program televiziv, unë deklaroj: nuk e kam parë kur zotin Erion Veliaj të shkoj vetëm ose në prani të personave të tjerë në Itali apo të takoj dikë atje, aq më pak që qëllimi i një vizite të tillë të kishte lidhje me çështjen e inceneratorit. Nuk e kam takuar kur zotin Erion Veliaj as personalisht, as në prani të personave të tjerë, as në Itali dhe as në Shqipëri, as te çokoladini italiane, as te Trajb, dhe nuk kam komunikuar kur me të, as personalisht, as përmes personave të tjerë, as me telefonata, mesazhe apo ndonjë formë tjetër komunikimi. Nuk kam dijeni dhe as prova që zoti Erion Veliaj të ketë marrë pjesë ose të ketë qenë i përfshirë në blerjen e inceneratorit që kishim në Rumani. Të gjitha deklaratat që kam dhënë lidhur me zotin Erion Veliaj në intervistat e dhëna prej meje për programin Piranjat në Syri TV, si dhe ato që kam lënë të nënkuptohen, janë të rreme dhe janë dhënë prej meje në këmbim të premtimeve nga ana e këtyre medjave televizive dhe nga persona pranë tyre për përfitime financiare. Kjo është panorama e një babale të re nga televizioni familjes Berisha. Ky inskenim u pasua nga 47 protestat e famshme para Bashkisë së Tiranës, ku merrte pjesë Adriana Kalaja, Belua dhe 20 polic bashkiak. Ajo që është interesante sot është fakti që ky lajm, i cili përbën një skandal të rënd politik dhe mediatik, është totalisht i izoluar nga faqet e shtypit shqiptar dhe televizionet e mëdha shqiptare. Asnjë lajm, asnjë koment. Ndërkohë, janë të gjithë të shqetësuar se kush ka qenë në Aruba në takim me Artur Shehun, një vlonjak demokrat, mik i Sali Berishës, që ka bërë të mundur vizitën e parë të Berishës në Vlorë në vitin 2000, duke i vënë në dispozicion njerëzit e tij dhe që më pas ka qenë gjithnjë sponsor i PD-s. Cenzurimi i këtij lajmi dhe shmangja e tij nga shtypi dhe debati politik tregon shumë për gjithë procesin e fabrikimit të akuzave ndaj kryebashkiakut të Tiranës. Sot, Sali Berisha tërheq zvarr gjithë median që të flasin për një takim imagjinar mes një banditi vlonjat të PD, për të cilin Berisha dyshon se e ka tradhtuar duke u përqafuar me një ish-ministër të PS-s për t'ia qarë hallet e tokave në Vlorë. Ndërkohë, vetë është kapur në flagrancë duke fabrikuar një ngjarje të paqen, siç është takimi imagjinar i Veliajt me një biznesmen italian në Tiranë dhe të gjithë heshtin. Madje edhe Spaku, që vrapon pas çdo sinjalizimi anonim për Veliaj, tani që del një njeri dhe thot kam gënyer sepse më ofruan lek, hesht. Të paktën tani duhet ishin marrë të pandehur autorët e falsifikimit të ngjarjes dhe premtuesit e parave. Ndoshta gazetarët nuk kanë faj se nuk i kanë ditur prapa skenat. Por botuesit dhe pronarët e TV-ve patjetër, derisa kanë premtuar para. Edhe pse mund të mos t'i kenë premtuar nga xhepat e tyre.